Standarde të dy fishta Katari. Thirrje bashkësisë ndërkombëtare të vendos sanksione ndaj Izraelit. Kryeministri i Katarit Mohammed bin Abdelrahman Al Thani i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të ndalojë së përdoruri standarde të dy fishta dhe të vendos sanksione ndaj Izraelit për krimet e tij. Al Thani i bëri këto deklarata një ditë pas fillimit të samitit në kryeqytetin e Katarit të udhëheqësve arab dhe musliman, i cili synon të dënojë sulmet izraelite kundër figurave të Hamasit javën e kaluar në Doha. Çfarë thuhet në draft njoftimin, një draft i komunikatës përfundimtare të samitit, të cilën udhëheqësi do ta shqyrtojnë, dënon sulmin izraelit si një përshkallëzim destabilizues dhe thekson se vendet janë kundër planeve të Izraelit për të imponuar një realitet të ri në rajon. Drafti i parë nuk përmend asnjë masë ekonomike ose diplomatike kundër Izraelit, por deklarata përfundimtare mund të ndryshojë përpara takimit të udhëheqësve nesër.